Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është liruar nga burgu pasi gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka vendosur zbutjen e masës së sigurisë duke lënë në arrest shtëpie. Beqaj, i cili është në nënhetim në lidhje me dosjen e Saspak, do të vijojë procesin penal nën këtë masë sigurie. Ndryshimi i masës së sigurisë ka të bëjë me kalimin e afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt e quajti vendimin e drejtë dhe paralajmëroi se Beqaj nuk do të apelojë. Sipas tij, vendimi është i balancuar, që jep mundësi prokurorisë të provojë akuzën. Ilir Beqaj ishte arrestuar në korrik të vitit 2024 me urdhër të SPAK dhe që prej atëherë ndodhej në paraburgim. Më herët GJKO dhe apeli i GJKO-s kishin rrëzuar disa kërkesa të tij për ndryshimin e masës së sigurisë. Ndërkohë, një ditë më parë, GJKO vendosi gjithashtu zbutjen e masës së sigurisë edhe për Ermal Kurtulajn, duke ndryshuar statusin e tij në kuadër të njëjtit hetim.